Përshëndetje sërish miq dhe ndjekës kanalit Psikologjisë Shpirtërore. Vijojmë ciklin e këtyre mësimeve për kryshtërimin dhe kryesisht për figurën e Jezu Krishtit. Dhe në mësimin e radhës sot do mësojmë pikërisht dallimet midis Jezusit, Budës dhe Muhamedit. Pra kemi zgjedhur këta tre si tre figura të feve më të mëdha sot në botë. Dhe këtu do shohim një krahasim të detajuar pikërisht midis Jezu Krishtit, Siddhartha dhe Gautamës, të njohur si Buda, pra i ndriçuari në gjuhën indiane, dhe pikërisht profetit Muhamed në Islam, duke përqendruar në mësimet e tyre, në identitetet që ata tregojnë në librat e shenjtë të tyre feve dhe në trashëgiminë e tyre fetare dhe kulturore. Dhe i kemi ndarë këto tre karaktere në tre kolona dhe do i marrim me radhë. Jezu Krishti pohoi se ishte Perëndia i mishëruar. Kjo na jepet në Ungjillin sipas Jonit 10:30. Ndërkohë që Buda mësoi jo teizmin, pra jo besimin në një Zot, në një Perëndi hyjnor. Dhe si rrethoi mohoi dhe të qenurit hyjnor ose një Zot. Muhamedi e quajti veten profeti i fundit i Zotit, na thotë kjo tek surja 33:40, por jo hyjnor. Pra ky është dallimi i parë mbi çështjen e hyjnisë. Së dyti, Jezu Krishti vdiq për mëkatet e njerëzimit si sakrificë. Ky është mesazhi në fakt i gjithë Ungjillit dhe i gjithë krishterimit. Ndërkohë që Buda vdiq nga pleqëria dhe në fakt pati një helmim nga ushqimi. Ndërsa Muhamedi na thuhet në shkrimet islame që vdiq në vitin 632 pas Krishtit, pas një sëmundje që ai pati. Së treti, për Jezu Krishtin na thuhet që ai u ringjall trupërisht, dhe aty kemi cituar një shkrim në 1 Korintasit, po në fakt Bibla e vërteton këtë në shumë raste. Ndërkohë që për Budën na thuhet që ai hyri në nirvana. Nga nirvana është pikërisht ajo gjendja e lartë e ndriçimit, është arritja e hiçit, e asgjës, ose sipas kulturës budiste, zhdukja e rilindjes. Ndërsa për Muhamedit na thuhet që ai u varros në Medinë dhe nuk ka pretendime nga burimet islame për ringjallje të tij. Pra, nëse bëjmë përmbledhje të këtyre tre kolonave, dallimi kryesor është që vetëm Jezusi pretendoi hyjnin dhe ringjalljen, sipas shkrimit të shenjtë. Po të shkojmë më tej, kemi të bëjmë me doktrinën mbi shpëtimin dhe problemin njerëzor. Jezu Krishti mëson se mëkati është e meta kryesore e njerëzimit dhe është pikërisht rebelimi kundër Perëndisë. Pra siç kemi thënë në mësimet e kaluara, kur njerëzit vendosin vetë mbi moralin e tyre përmes arsyetimit të tyre, vendosin vetë çfarë është e mirë, çfarë është e keqe, pa ju referuar vullnetit Perëndisë, sipas krishterëve merret në drejtimin e frymës së shenjtë, që është vetë Perëndia sipas shkrimit të shenjtë, që është fjala e Zotit në Bibël. Buda ndërkohë mësonte që vuajtja është problemi më i madh, pra nuk është mëkati, por është vuajtja, ose dhimbja, dhe shkaktohet nga dëshirat dhe lidhja me gjërat që ti dëshiron. Ndërsa Muhamedi, kryesisht Kurani mëson që problemi më i madh i njerëzimit është mosbindja, të ndryshe mosnështrimi ndaj vullnetit të Allahut. Pra në krishterим kemi mëkatin, pra natyrën tonë mëkatare, në rebelim me Perëndin. Në budizëm kemi vuajtjen, dhimbjen si të keqen ose problemin njerëzor. Në Kur'an ose Islam kemi mosbindjen dhe mosnështrim ndaj vullnetit të Allahut. Shkojmë në pikën e dytë, zgjidhja ndaj këtij problemi njerëzor. Në krishterим zgjidhja ndaj mëkatit është të pranosh hirin e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për faljen e mëkateve. Pra na thuhet kjo tek Efesianëve, specifikisht por edhe vende tjera, që jemi shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit dhe jo nga veprat tona.
hiri, siç e kemi thënë dhe mësimet e kaluara, është mëshira e madhe dhe dashuria e pamerituar e Perëndisë për ne mëkatarët. Pra Perëndia shpëton dhe jo ne shpëtojmë veten. Pra shpëtojmë veten kur e besojmë këtë hir që na është dhënë Jezu Krishti. Në budizëm, zgjidhja ndaj vuajtjes është ndriçimi nëpërmjet rrugës së trefish që ata predikojnë. Ndërsa në Islam, zgjidhja ndaj mosbindjes, për mosnështrim ndaj vullnetit të Perëndisë ose Allahut sipas Islamit është besimi dhe veprat e mira. Pra nuk mjafton thjesht besim, por edhe veprat e mira dhe kryesisht janë 5 shtyllat e Islamit që kemi thënë në mësimet e kaluara, si falja e namazit, zekati e të tjera me radhë, agjërimi e kështu me radhë. Pra më specifikisht mund të shikoni këto në Kur'an tek syra 49, 14 dhe syra 277. Ndërsa qëllimi sipas krishterimit, pra qëllimi i gjithë planit Perëndisë është që njeriu më shmëkatar, s'pari tham, pastaj zgjidhja është që njeriu mund shpëtohet teksa beson hirin shpëtues të Perëndisë përmes veprës së Jezu Krishtit. Dhe gjithë qëllimi është marrëdhënie e përjetshme me Perëndin. Pra një marrëdhënie e përjetshme që fillon që në jetën toksore dhe vazhdon me kalimin e njeriu pasi trupi rresht si jetuari në formën fizike, por shkon si thua pas pranë krijuesit të tij, pranë Perëndisë, në një formë tjetër trupore, të ringjallur sipas Biblës. Ndërsa në budizëm thamë që vuajtja është problemi, zgjidhja është ndriçimi dhe zbulimi i vetes, si thua, dhe qëllimi është shpëtimi nga rilindja. Duke qenë se njeriu sipas filozofisë budiste nuk ringjallet dhe nuk shkon në paraj sepse nuk ka Zot sipas tyre, por ka rimishërim ose rilindje, qoftë në një trup tjetër njerëzor ose në një kafshë, në një gjallësë, në një qoftë edhe një send objekt, që të shpëtosh nga kjo rilindje sipas Budës është pikërisht qëllimi i gjithë kësaj, domethënë. Dhe sipas tij është pikërisht arritja e gjendjes nirvana. Ndërsa në Islam problemi është mosbindja dhe mosnështrimi ndaj Allahut, zgjidhja është besimi dhe veprat e mira, veçanërisht 5 shtyllat e Islamit. Dhe qëllimi është arritja e parajsës ose xhenetit pasi bëhet gjykimi. Pra në Islam, ndryshe nga krishterimi që shpëtimi është nëpërmjet hirit, përmes besimit, dhe besimi sjell vepra automatikisht, pra tregohet me vepra. Në Islam, që të arrish parajsën dhe xhenetin ose xhenetin, është që shkon përballë një gjyqi ku këto vepra peshohen. Pra, dhe ai që ka bërë vepra më të mira, ai hyn në parajsë. Kush ka bërë vepra, si thua, më pak të mira ose të këqija, ai shkon pasaj në xhehenem ose ferri sipas Islamit. Pra, bëra krahasimin dy këtyre dyave sepse budizmi nuk ka, si thua, një doktrinë të tillë mbi parajsën. Ka vetëm rimishërimin, çfarë është një tjetër të vështirë. Dallimi kryesor që pa ndërhyj është që Jezusi ofron falje të pamerituar. Pra askush nuk e meriton faljen, askush nuk e meriton shpëtimin, sipas krishterimit. Perëndia jep këtë në Krishtin, përmes besimit. Ky është hiri i Perëndisë. Kurse fetë të tjera, sikurse budizmi, Islami, po edhe të tjera fe sot në botë, dhe në fakt të gjitha fetë, kërkojnë vetë përpjekje, kërkojnë që njeriu të bëjë diçka nga vetja e tij, përposa asaj që Perëndia bën për të. Shkojmë te pika 3, dashuria mbi në fakt mësimi mbi dashurinë dhe armiqt. Dhe i shohim prapë me radhë, Jezusi mësonte duajini armiqt tuaj. Ndërsa Buda predikonte dëmshuri për të gjitha qeniet. Pra jo vetëm qeniet njerëzore, por për çdo gjallësë. Muhamedi mësonte luftoni ata që ju luftojnë, por gjithashtu nxiti edhe mëshira. Së dyti, Jezusi mësonte mos hakmarrjen, pra hakmarrja në krishterëm nuk është inkurajuar në asnjë rrethan. Në budizëm, Buda mësonte jo dhunën,
pra ju dhunën si një shprehje ose reagim. Në Kur'an lexojmë që Muhamedi lejoi luftën mbrojtëse, pra luftën por mbrojtëse, sipas Kur'anit. Pika e tretë, vrasësit u falen, pra na Jezusi në krishterime, ata që fuqizuan e pushtëruan, kurse dhe ata që në fillim e falenderuan për të gjitha të mirat që kishte sjell, pastaj u kthyen kundër dhe kuizuan, por kjo ishte në fakt profecia që do bëj Jezusi i falje, pra ta falje atë sepse nuk dinë se çfarë bëjnë, edhe në momentin para se të vdisën në kryq. Ndërkohë në budizëm, Buda mësoi shkëputjen nga urrejtja, pra shkëputjen nga çdo formë e urrejtjes. Në Islam, shohim në fakt në shkrimet islame që vetë Muhamedi urdhëroi ekzekutimin e disa armiqve. Dhe dallimi kryesor midis pak në këtyre tre feve dhe mësimeve mbi dashurinë ndaj armiqt është që Jezusi mëson specifikisht dashurinë dhe faljen për armiqt dhe përsekutuesit. Ndërkohë që në fetë të tjera ne nuk e kemi dashuri dhe falje të drejtuar enkas për ata që persekutojnë dhe për ata që janë kundra teje. Dhe po të shkojmë më tej, mrekullitë dhe autoriteti. Pra Jezu Krishti së pari kreu mrekulli natyrore, pra të transformuar në themi vetë natyrën, vetë krijimin, dhe vënë kështu shembullin dhe shenjat e dukshme që vetëm Perëndia mund t'i bënte këto ndërhyrje në natyrë. Pra qetësoi skuhit, eci mbi ujë e të tjera gjëra. Ndërkohë tek Buda, shohim të regjistruara në shkrimet e budizmit që ai pati dukuri psikike, domethënë me forcën e mendimit, arrinte të kryente levitacionin. Levitacioni për ata që nuk e dinë është lëvizja e objekteve me anë të përqendrimit përmes shikimit, sikurse dhe leximin e mendjes, telepatia si quhet ndryshe. Muhamedi na krau tjetër, në Islam pretendojë vetëm një mrekulli që është pa imitueshmëria e Kuranit. Kjo është pikpamja islame dhe e vetmja mrekulli sipas pikpamjes së tyre. Shohim pikën e dytë, Jezusi ringjalli të vdekurit, na jepet rasti Lazarit, vajza e Jairit në Bibël, e të tjerë figura të ringjallura dhe të para nga dhjetra, të mos thënë qindra dëshmitar, pra trupa të ringjallur nga Jezusi me fuqinë e Perëndisë. Në budizëm nga Buda nuk kemi asnjë ringjallje, sikurse edhe në traditën islame nuk ka ringjallje. Së treti, Jezu Krishti pretendoi fuqi hyjnore, dhe në fakt këtu mund të lexojmë një shkrim nga Gjoni 15:3 për të parë specifikisht për çfarë bëhet fjalë. Realizojmë të Ungjilli i Gjonit 5 nga vargu 19 dhe shkruhet: Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: në të vërtetë, po ju them se biri, pra flet për veten, është një titull tjetër, nuk mund të bëj asgjë prej vetvetes, përveç asaj që sheh se bën Ati, pra Perëndia Ati. Gjërat në fakt që bën Ati, i bën po ashtu dhe biri, sepse Ati e do birin dhe i dëfton gjithçka që bën vetë. Dhe do t'i dëftoj vepra më të mëdha se këto që të mrekullohen. Në fakt, ashtu si Ati ringjall të vdekurit dhe u jep atyre jetën, po kështu edhe birit i jep jetën kujdo që do, sepse Ati nuk gjykon asnjë, por gjithë gjyshin ja dha birit, që të gjithë ta nderojnë birin ashtu si nderojnë Atin. Kush nuk e nderon birin, nuk e nderon Atin që e ka dërguar. Dhe mund të lexojmë edhe vargun 24 në fakt për ta mbyllur, ka një varg shtesë, në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Pra Jezusi pretendon fuqi hyjnore të dhënë nga Perëndia për gjykimin e çdo njeriu, dhe thotë që kush beson
fjalën e tij dhe atë që ka dërguar Jezusi, pra Perëndin, nuk vjen në gjyq, pra falet. Ndërkohë në budizëm, sikurse kemi prekur më parë, Buda refuzoi mbështetjen tek hyjnoria, pra nuk ka asnjë formë hyjnore, është vetëm njeriu dhe le të themi ekzistenca, universi dhe kaq. Pra krijimi. Ndërkohë tek Muhamedi, pra në fen islame, thuhet se mrekullitë ishin nga Allahu, pra nga Allahu, jo nga vetë ai, pra jo nga vetë Muhamedi. Dhe këtu dallimi kryesor që mund të shohim është që mrekullitë e Jezusit vërtetuan hyjnin e tij. Ato të Budës treguan ndriçimin, ato të Muhamedit ishin të lidhura me zbulesën kuranore. Pra tek Jezusi kemi mrekulli, tek Buda kemi ndriçim, te Muhamedi kemi zbulesë kuranore. Si e vetmja mrekulli e madhe, le të themi, e paimitueshme sipas pikpamjes islame. Shkojmë tek pika 5 për pikpamjet mbi pasurinë materiale. Jezu Krishti mësonte mblidhni thesare në qiell, pra jo në tokë. Pra e thoshte mos mblidhni thesare në tokë, ku i bren tenja dhe ndrujshku, ku hyn hajdutit e i vjedhin, që janë burim shqetësimesh, por mblidhini në qiell. Dhe thoshte aty ku është zemra juaj, është dhe thesari juaj. Pra janë metaforike këto, por që tregojnë që thesari kryesor është shpirtëror, është lidhja që ti ke në zemër me Perëndin dhe vullnetin e tij. Pra interpretova pak këtë për ta kuptuar që nuk flitet për thesar material specifikisht. Ndërkohë në budizëm, Buda vetë hoqi dorë nga pasuria si shpërqendrim. Pra sipas budizmit, pasuritë janë shpërqendrim për jetën e përditshme. Ndërkohë tek Muhamedi, ai lejonte pasurinë nëse përdorej drejt. Pra e lexojmë këtë tek syra 92-18 në Kur'an. Së dyti, Jezusi paralajmëroi kundër lakmisë. Madje lakmia është diçka që nuk inkurajohet në Bibël, që prej Testamentit Vjetër, para Gjendjes Krishtit. Dhe krishterët thirren që të ruhen nga lakmia dhe nga çdo formë e lakmisë, pra mos dëshirojnë gjën e tjetrit ose diçka që nuk është e tyre, nuk i takon. Sikurse lakmisë për para, për pasuri, le të themi. Pra jo se është gabim pasuria ose paraja, por është gabim lakmia, kur paraja bëhet qëllim në vetvete. Madje diku thuhet në Bibël, në Testamentin e Ri, që lakmia për para është rrënja e të gjitha të këqijave. Dhe disa që e lakmuan fort paran, u larguan nga besimi në shkruhet dhe futën veten në vuajtje të mëdha. Ndërkohë në budizëm shohim në lidhje me këtë që folëm është ideali manastiror për murgjit. Pra çfarë është idealja për budistët është të bëhesh murg, dhe të qëndrosh në një manastir ku i nështrohesh kësaj disipline fetare në gjithë jetën. Për sa i përket Muhamedit, në Islam zekati, pra lëmosha, është e detyrueshme dhe përbën 2.5% të pasurisë vjetore. Të dhënë për nevojtarët të varfrit. Pika e tretë që shohim është që Jezusi kishte ndjekës të varfër, por nuk urdhëronte varfërinë. Pra siç e pamë te pika e parë, Jezusi interesohet për zemrën. Pra ku është zemra jote, aty është thesari yt. Dhe para së gjithash, mësimet e krishterë mësojnë që të duash Perëndin tënd, Zotin tënd, me gjithë zemrën tënde. Dhe pastaj të duash edhe tjetrin si veten tënde. Pra të duash Zotin, të duash edhe veten, por duhet të duash edhe tjetrin si veten tënde. Dhe ky është mesazhi i kryqit dhe plotësimi i ligjit. Dhe në këtë kontekst, Jezusi nuk e urdhëronte varfërinë edhe pse kishte ndërnjë se ai interesoi për gjendjen e tyre shpirtërore, për zemrën e tyre. Në budizëm, Buda inkurajonte rrugën e mesme midis luksit dhe asketizmit. Pra as pasuri, domethënë, dhe as të thuash varfëri absolute, domethënë. Një asket është një që endet pa asgjë.
Pra ky është rruga e mesme në budizëm. Për sa i përket islamit, Muhamedi jetonte thjesht, kurse na thuhet, por lejonte gravet të tij luksin. Muhamedi kishte disa gra për ata që mund të jenë të familiarizuar me islamin. Dallimi kryesor, Jezusi u përqendrua në qëndrimin e zemrës, sikurse thamë. Madje në Bibël, Bibla mëson që vetë zemra është vetë njeriu. Ndryshe jo organi, por shpirti i tij. Nuk po flasim për zemrën fizike. Madje na thuhet çfarë mendon njeriu në zemër, ashtu ai është. Dhe duke përqendruar në qëndrimin e zemrës, në krishterëri na thuhet që nuk inkurajoi asketizmi i rrept, siç ndodh rëndom në fetë të tjera, pra në shtrimi i ashpër i trupit ose çdo formë e jashtme e trupit. Në krishterërim inkurajohet dhe mësohet mbi qëndrimin e brendshëm, jo qëndrimin e jashtëm. Pika 6, trashëgimia dhe ndikimi global. Pra fillojmë me Jezu Krishtin ose krishtërimin. Sot në botë janë 2.4 miliard krishterë në mbar botën, ndërkohë budist janë 500 milion budist në mbar botën dhe musliman janë 1.9 miliard musliman në mbar botën. 2.4 miliard krishterë, 500 milion budist, 1.9 miliard musliman. Hapja e këtyre besimtarëve në gjithë botën në krishtërim ndodhi si një mision ndërkulturor përhapur në mënyrë paqësore nga misionarët, si fillim nga apostujt e kishës, ku vetë Jezusi dha porosi që pas ringjalljes dhe ngjitjes në qiell, para se të ringjitej në qiell, i tha që shkoni dhe bëni dishepujt në gjithë botën, duke i pagzuar në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë, mësoni të bindet gjithë atyre që nga thënë, dhe unë do jem me ju deri në fund të botës. Dhe ky është misioni më i lartë i të krishterëve dhe si rrjedhoi misionarët kanë kryer të dishepullim ose hapjen e ungjillit, mësimin e krishtërimit, mësimin e Jezusit në të gjithë botën, që nga shekulli i parë deri në kohën e sot. Në budizëm, përhapur gjithashtu në mënyrë paqësore nëpërmjet tregtisë dhe murgjeve. Pra kemi tregtinë nga lindja dhe murgjet budistë, që udhtonin në formë asketike dhe përhapnin mësimet budiste nëpërmjet praktikave të tyre, siç më popullore mund të jenë jogën ose meditimin e të tjera, çfarë në fakt janë praktika fetare, por që fillojnë si ushtrime dhe më pas kalon për ata që duan të avancojnë, bëjnë pjesë si thua e kësaj feje. Ndërsa në Islam, vetë shkrimet e fesë islame tregojnë që Islami është përhapur nëpërmjet kushtimeve dhe tregtisë. Së treti, krishtërimi frymëzoi etikën, artin dhe shkencën perëndimore. Pra për gjithë ata që interesohen që pse perëndimi ndoshta deri në ditët e sotme një si ajka i shpëtërimit apo maja çfarë mund të thonë, si në mirëqenie në prosperitetet e tjera, pikërisht sepse krishterët e parë ishin ata që hapën jetimoret, infirmeritë, universitetet, ndaluan dhunën, shumë vrasjen e gladiatorëve, të tjera, pra dhe për të përhapur këtë drejtësi sipas tyre dhe mirësi në etikë, në artën, në shkencë, kurse përmendëm, të krishterëve të kishës parë ju desh të përballen një përsekutim shumë të madh nga pushtetet e kohës. Ndërkohë në budizëm, vetë budizmi është një nga fetë që ka formësuar kulturat e Azisë Lindore. Pra nëse shem traditat e kulturën lindore sot, një rol shumë të madh ka luajtur dhe feja budiste. Ndërkohë në Islam, mësimet islamike i dhanë formë ligjit islamik. Pra përbën ligjin që deri më sot vazhdon në shtetet islamike, siç njihet si Sherihati. Përmbledhin këtu dallimin kryesor, ndjekësit e Jezusit ushtuan në mënyrë globale brenda 300 viteve, pavarësisht persekutimit që thamë.
Dhe le të shohim edhe disa kontradikta. Pra kontradikta në lidhje me Jezusin, që ai u kurqizua për blasfemi, duke pretenduar se ishte Zot. Dhe kjo ndodhi ashtu siç ishte profetizuar nga shkrimet e shenjta. Vetë ata që prisin Mesian, vllajosun e Perëndis, kombi Izraelit, pavarësisht se pan shenjat e mrekullitë e tij, u frymëzuan nga mësimet e tij, i urrit dashuria e tyre dhe binda ndaj Zotit. Prap në fund e kurqizuan. Dhe në fakt ishin udhëheqësit fetar të kohës të cilët e kryen këtë gjë dhe populli e mbështeti. Dhe në fakt u krye dhe me mbështetjen e pushteteve laike të kohës, siç ishte Perandoria Romake, që ishte pushtuesi asaj kohe në Izraelin, aty ku është Izraeli sot. Buda, ndërkohë një kontradikt në budizëm, refuzoi sistemin hindu të kastave. Dhe disa budistë për këtë gjë më vonë e divinizuan Budën, edhe pse Buda nuk kishte pretenduar asnjëherë që ishte hyjni, madje nuk mësonte për ekzistencën e Perëndis. Budistët e kanë divinizuar Budën në ditët e sotme. Dhe refuzimi i sistemit hindu të kastave është që në Indi deri në ditët e sotme ekzistojnë 5 kasta, nëse nuk gaboj, nga më të varfrit deri te më të privilegjuarit, më të pasurit, dhe ata mësojnë që nëse ke lindur i varfër, është sepse je rimishëruar në një formë të tillë, pra ke pasur atë karmën negative. Dhe nëse do të bëhesh i pasur, mund të bëhesh vetëm në jetën tjetër, nëse akumulon karma të mirë. Pra rimishërimi hinduist, pra nga ku buronte budizmi. Ndërsa Muhamedi, një kontradikt është poligamia, pra 11 gra të Muhamedit, gra të tijat, sikurse dhe fushatat ushtarake, pra luftrat dhe betejat, për shembull beteja më e njohur, ajo e Bedrit, një betejë 6 vjeçare midis Bedri është një qytet, le të themi, në Medinë, nga ku nisën këto luftra. Nisën fillimisht si sulme dhe bastisje të karvaneve, pra plaçshkitje, le të themi, të karvaneve që shkonin në Mekë, dhe u zgjerua mëtej nga ndjekësit e Muhamedit, pra muhamedanët në Medinë, kundrejt fisit të tij të Qurayshëve në Mekë. Dhe mbaroi me fitoren e muhamedanëve. Dhe kjo betejë zgjati 6 vjet deri në pushtimin e Mekës nga muslimanët. Përmbledhja e këtyre veçorive, pra kemi arritur në fund, na thuhet që Jezusi është i vetmi udhëheqës që pretendoi të ishte Zot, vdiq për faljen e mëkateve të njerëzimit dhe u ringjall sipas gjithë shkrimeve të shenjta dhe profecive të Biblës. Buda, një mësues moral që hodhi poshtë hyjnin dhe mësoi shkëputjen nga jeta. Dhe Muhamedi, një profet që themeloi një shtet teokratik dhe kodifikoi ligjin islamik, pra shariatin. Ky ishte, dashur miq, mësimi për sot. Uroj të ketë shërbyer dhe të ketë inkurajuar. Miru gjeshim në mësimin e radhës. Zoti t'ju bekojë.